Atëherë miqtemi të dashur, do të filloj me më të rinjt, me ata që vinë, me çmimet e tyre. Atëherë kemi çmimet për këngën debituese më të mirë, albumin debitues më të mirë, videoklipi debitues për femër më të mirë, si dhe videoklipi debitues për mashkull më të mirë. E kur jemi këtu miqtemi të dashur, para disa vitesh, një djalosh i cili mori çmimin për debitues më i mirë, sot është një yll shumë i madh. Ai do na ndihmojë të ndaj çmimet tona. Para jush miqtemi të dashur, Bertan Aslani. Hajde Bertan. Mirë se erdhe. Bertan, si e sonte? Shumë mirë, ndihem shumë mirë që po gjindem në mesin tuaj dhe kam kënaqësinë sonte të shpërblaj çmimet për debitues më të mirë, apo? Patjetër Bertan, kjo foltoria do të jetë ytja, unë dhe Migena do të largohemi pak më tepër, pra do të kesh kujdes se kujt do t'ja japish çmimet, sepse Bertani tani miqtemi të dashur, posa asaj që këndon, ka filluar të bëhet kantautor, ka një studio të mirë dhe ka filluar të prodhoj hite. Atë shkojmë në video bim me këngën debituese më të mirë. Dhe kemi 3 nominime në këtë kategori. I ndiqem me shumë kujdes, vetëm njëra prej tyre do të fiton çmimin e këngës debituese më të mirë. Është pra Ron Kërëzë dhe kënga Chelsea, Arbresha Ajdari me këngën Ti dhe Leo Jam Ilaç. Një nga këta është debituesi më i mirë i vitit, cili Bertan të takon ty. Atëherë presim shkurtën të na i sjell këtu çmimet. Ja pra Bertan. Do artokitje për këtë vajzë të bukur, miqtemi të dashur. Kënga debituese më e mirë, aty e ke të shkruar Bertan. Aha, më falni. Ama nuk shumë ku debutant kënga. Shkom për Jam Ilaç. Jam Ilaç dhe Leo. Ftojmë Leo në skenën tonë, ta merr mirënjohjen e tij. Urime Leo. Faleminderit ty, dëshirojmë shumë suksese në të ardhmen.